Gjibani dyshoi në fjalët e Ledionit për babain e tij. Tek dera i tha, është një rend për me nxjerr jashtë, por cila është e vërteta? Vjen reagimi i parë nga Gjibani pas daljes nga Bigu. Prajmi së martës në Big Brother VIP Albania nisi shumë ndryshe nga zakonisht, duke sjellë një moment të ngarkuar emocionalisht për një nga banorët. Në një skenar të papritur, prezantuesi Ledion Leço ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania për të ndarë një lajm të rëndësishëm me njërin nga konkurrentët, Gjibanin. Ai u drejtua banorëve duke thënë, sonte duhet të vija brenda për njërin prej jush, për t'i thënë diçka që është shumë e rëndësishme. Më pas, ai vazhdoi duke zbuluar se kishte të bënte me një situatë familjare urgjente. Pak kohë më parë, familja jote na ka informuar që babai yt ka pësuar një gjendje të rëndë dhe ka shkuar në spital. Ai ka pësuar një hemoragji cerebrale. Gjendja e tij është stabile. Produksioni të ka prerë biletën e avionit për të nisur që tani në Londër. Ledioni e bëri të qartë që arsyeja e largimit të tij ishte kërkesa e vëllaut dhe nënës së tij në Angli, pasi babai i tyre ishte sëmurë rënd dhe ishte shtrirë në spital. Mirë po teksa u largua, shikuesit vërejtën një detaj i cili ra shumë në sy. Ai te porta e pyet Ledionin nëse kjo ishte një gënjeshtër, ku i tha, është një rem për me nxjerr. Pyet Gjibanin ndërsa largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Albania 4. Videoja e këtij momenti është bërë virale tashmë në rrjetet sociale. Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, Gjibani ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ku falenderon ata që e kanë mbështetur dhe sqaroi situatën që përjetoi brenda spektaklit. Teksa ishte në Big Brother VIP Albania 4, ai mori një lajm të trishtuar për shëndetjen e të atit. Fillimisht, ai dyshoi në vërtetësinë e lajmit, por pas daljes e kuptoi se gjithçka ishte reale. Në mesazhin e tij publik, Gjibani theksoi se nuk do të publikoj foto apo momente të vështira për të bindur të tjerët, duke i lënë pas komentet dhe dyshimet. Reperi u largua bashkë me Ledion Leço, ndonse te dera ka shprehur dyshime duke thënë është gënjeshtër për me nxjerr. Me këtë rast u bën një reagim nga Gjibani, ku bën me dije se nuk kishte gënjeshtër. U falimnderit të gjithëve për fjalët e mira dhe për krajen. Jo, nuk është gënjeshtër. Jam fut vetëm në Big Brother VIP Albania 4, jo me baban, kështu që nuk do të postoj fotot e tij në moment të vështirë për të bind apo për të ngop gëzimin e hienave e të korbave. Nuk më është besuar derisa kam folur me familjen. E besojnë apo jo disa lojtarë e shumë komentues, edhe unë kam familje. Të gjitha epitetet, kërcenimet dhe sharjet u a bëj halal të gjithve. Të gjitha, sa ka ndodhur aty, unë do i la aty. Jetë mbarë të gjithë banorëve, u rujt Zoti.